për gjithçka, veçanërisht për ndarimin dhe mirësinë më të madhe udhëzimin tonë islam, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi krejt profetët, vulën e tyre Muhamedit alayhis salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të parsosur e të bekuar deri në ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën sunnatullah, tradita e Allahut, sjellja e Allahut me njerëzit në varësi të përgjigjes, bindjes dhe mosbindjes tyne ndaj urdhave të Zotit, ose më shkurt lidhja shkak pasojë në ecurinë e ndryshimeve të shoqërisë njerëzore nga fillimi deri në fund. Tham që nga traditat hyjnore, pra kanuni hyjnor është që Allahu i ka premtuar besimtarëve fitore nga dhënim mbi jo besimtarëve, ose me fjalë tjera, me qenë se lufta, përplasja e hakut, e drejtës, e të vërtetës, me të kotën, me të padrejtën, në këtë botë do ta shoqërojë njerëzimin nga fillimi në fund, atëherë realisht në terren është lufta e mbartësve të drejtës dhe mbartësve të padrejtës, pra njerëzve. Pra e drejta dihet që është rruga e Allahut, pra feja e Allahut, dhe e padrejta është gjithçka që bën ndesh me udhëzimin hyjnor. Mbrenda kësaj, domethënë, dukuria të pashmangshme që ka shkruajtur Allahu për këtë botë, kësaj përplasje të vazhdueshme, nga kanunet hyjnore, është që Allahu për momentin vet i ka premtuar fitore besimtarëve, mos herët apo vonë. Ai që ka rëndësi me përsërit nga mësimi i kaluar, është që Allahu i ka premtuar fitore të pashmangshme besimtarëve, tham jo muslimanëve. Musliman quhet ai njeriu që deklaron Islamin zyrtarisht. Ama të gjitha jetët e Kuranit ku përmendet premtimi i Zotit për fitore, për ngallënim mbi ato që janë mbartës të padrejtës, përdoret në Kuran fjala besimtar. Atëherë premtimi është për besimtarët që janë vërtet besimtarë sipas Kuranit, sipas përshkrimit profetit alayhis salatu wassalam, jo sipas fantazisë njërit apo tjetrit që e quajë veten besimtar me i fet sajume në edhe fantazinë e vet ose sipas tekave të vet. Por besimtar sipas atij lloj besimi, aty në virtyteve që i ka sqaruar Zoti dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Nga do thotë dikush, a mjafton vetëm imani, besimi, pra ti je besimtar që Allahu t'i japi fitore? Jo. Ke lidhje shkak pasojë. Pra shkaku që është në këtë rast kusht për fitore është besimi i vërtet. Nuk mjaftohet, pra nuk mjafton për të qenë shkak për fitore, duhet edhe përgatitja, ajo që quhet përgatitja lëndore. Çfarë do thotë përgatitje lëndore? Gjithçka që i duhet besimtarëve në përpjekje për të ngallënyer e vërteta, për të ngallënyer e drejta, rruga e Allahut, si përgatitje. Dhe kjo është me urdhër kuranor që për të ngallënyer feja e Zotit duhen gjithë përgatitjet, nga ditunia, nga përgatitja për të argumentuar shkencërisht apo logjikisht, deri ke përgatitja, domethënë ato që kanë të bëjnë me ushtrinë, me ekonominë, me të gjitha. Allahu përmendit vetë thotë në Kur'an: "Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital." O ti i dërguar, drejtoi besimtarët për luftë. Pra, ishte koha kur besimtarët e vërtet emigruan për të shpëtuar fenë e vet, masi u keq trajtuan për 13 vite me radhë në Mekë, u sulmuan herës edhe në Medinë, edhe pse emigruan në Medinë. Dhe
pa fjalë e dyshimit që kishte lejer prej Allahut dhe urdhër prej Allahut me mbret vetën dhe fen e të madhit Zot. Dhe jep një nga këto urdhra dhe është ky ajet Kurani, ku Allahu i thot profetit, nxiti, urdhnoi besimtarët për luftë. Dhe thot in yakun minkum 20 sabirun yaqlibu mi'atayn. Nëse do jenë për jush 20 veta durimtar do mposhtin 200. Urdhni i parë është që mos më u tërheq nga fush betejë, edhe nëse armiku është 10 fish. O in yakun mi'atun yaqlibu alfan. Dhe nëse do jenë për jush 100, do mposhtin, pra premtim prej Allahut, do mposhtin 1000. Pra prapë është raporti 1 me 10. Njëmi nga ato që mohuan bi anhum qaumun la yafqahun, sepse ato janë popull që nuk kuptojnë. Pra, profeti janë popull që nuk kuptojnë. Al-ana khaffafa Allahu ankum. Pastaj vjen urdhni i dytë. Tashi Allahu ja u lehtoi detyrimin. Pra detyrimi herën e parë ishte që besimtarët nuk do të tërhiqeshin nga fush betejë, edhe nëse armiku është 10 fish më i madh numër dhe në përgatitje. Pastaj vjen urdhni i dytë. Tashi ja u lehtoi Allahu juve u alime ana fikum da'fun, se e din që ju keni dobësi, pra jeni dobë, nuk e përballoni këtë raport kaq të madh. Fe in yakun minkum mi'a sabira yaqlibu mi'atayn. Nëse do jenë për jush 100, do mposhtin 100 durimtar. Do mposhtin 200. Pra urdhni i dytë era për lehtësim. Pra nëse ishte 2 fish numri i armikut, edhe më pak nuk kishin drejt me u tërheq besimtarët. Dhe nëse të jenë për jush 1000, do mposhtin 2000. Me lejet Allahut, Allahu ma sabirin, Allahu është me durimtarët. Ky ajet Kurani ka disa mësime. Mësimi i parë. E para punës përplasja fizike ushtarake, mos një herë tjetër është botë e pashmangshme. Islami nuk është fe që i fol njerëzve për veprimtari mendore, shpirtnore, pa pas parasysh atë që është në terren. Dhe në terren këtë bësh me çështje lëndore, si është numri i ushtarëve, është ekonomia, është teknologjia, në taktika të hyjnë gjitha. E para punës, pra, ky ajet Kurani, Allahu i tregon besimtarëve që nuk ju mjafton juve vetëm imani, besimi i vërtet. Duhet edhe përgatitje. Tjetër, do të bëni llogari para se të përballen. Sikurse do të jeni të guximshëm, forca e imanit ju bën që mos tërhiqeni, por jo të kaloni cakun, mbështeteni ke forca juaj, nëse ato kalojnë një cak, pra janë 2 fishi i numrit tuaj ose më tepër. Ky urdhër në atë kohë i vje profetit alayhis salatu sallam dhe shokëve të tij. Që ta kuptojmë më mirë këtë, të menojmë një urdhër të kundërtën. Allahu nuk i thot, nëse do jenë për jush 20 veta, do mposhtin 2000 veta, që i bjerë raporti 100. Pra Allahu përmendin vetë i thot besimtarëve deri në ditë Kiametit, që do t'i kushtoni rëndësisë edhe çështjes lëndore, materiale, në gjendjes fizike, që është kusht për të fituar, përveç besimit, vërtet që e tham që është i pari. Pra në përgjithësi nuk e ka detyrë pra besimtari me mbi ngarku veten. Pra do të bëjë llogari në terren e para punës. Kjo është e përgjithshme. Jo se mos këtij ajeti Kurani nuk ka ndodhur që besimtarët si janë ndesh me disproporcion, me raport shumë të madh. Për shembull, po të kujtosh betejën e Mu'tas që udhëhoi që Khalid ibn Walidi, që ishte koalicioni i ushtrisë bizantine me ca fisë arabe, i ra raporti 1 me 50.
Pra një musliman me 50 pa fe, dhe nuk e tërhoqën. Pa më ka Allah o je istifikun, gjasë janë ty fish, letësim për Allah. Pra nuk je detyrum, ama je detyrum që të bosh llogarit në terren. Mos të hysh në luftë, mos marrësh asnjë veprim, thjesht me bindjen që besimi është kushti i vetëm i fitores, jo. Është një nga kushtet për të qenë fitu. Dhe besimi i vërtet. Pa besimtarët do të jenë sy të çelë në çdo lloj situate. Do të bëjnë llogari të mprehtë, llogari të saktë. Tjetër gjë, edhe pse brezi i profetit alayhis salam është brezi më i mirë, e sidomos ato që pranuan para të Islamit. Për shembull, vjen fjala ke Hazreti Abu Bekri, thot pejgamberi alayhis salam, nëse do e venim një anë peshorës besimin e Abu Bekrit dhe krejt umetin, në anën tjetër të peshorës, do peshonte imani e Abu Bekrit. Ky nivel ka qenë lart. Megjithatë, ç'a thot imami Zot ka jetë që kaluam? Allahu e din që tek ju ka dobësi, janë njerëz, tek e fundit janë njerëz. Dhe këtë dobësia hyn çështja psikologjike. Po shohim një ajet Kurani që ka zbrit po betejën e Bedrit, është betejë më e madhe e Islamit. Për herë të parë muslimanët u njohën si palë. Deri në atë moment, muslimanët që emigruan nga Mekka në Medinë, nga gjithë gatishkulli arabik, u quajtën çarrat skaman, që s'janë të aftë me mbret as veten e vet. Dhe u detyruan me hik shumica fshehura si. Pra nuk u quante palë, që do merreshin konsiderat dhe mund të veshin ato kushte dhe mund të bënte i marrëveshje me ato. Hiç çan të cak që ishin pa aftë për të mbrojtur veten dhe nuk vjeshin llogari dhe nuk merreshin konsiderat fare. Por ne quhet betejë e Bedrit më e madhe e para në Islam dhe më e madhe. Që betejë e Bedrit, Allahu përmendit vet e pa të shkruajë që kjo dënolli patjetër për prasje ushtarake, ballafaqim mes dy ushtrive. Dhe Allahu krijon sebepet, krijon shkaqet. Shkaqet ndër tjera, kjo betejë janë psikologjike, kanë të bëjnë me psikologjinë e ushtarëve. Çfarë thotë imami Zot? Idh yurikahum Allahu fi manami qalilan wa law arakahum kathiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr. Walakin Allah sallam. Nëse Allahu i thot profetit alayhis salam, do t'i paraqiste ty ato në ëndër, dhe ëndrat e profetëve janë shpallje, pjesë e shpalljes. Nëse Allahu do t'i paraqiste ty ato për armiqt që do sulmonin në ëndër shumë, dhe kujto kur Allahu t'i paraqiti ty në ëndër ato pak. Në fakt ato ishin 3 fishin, edhe numër edhe në armatim, edhe në kalorësi. Nëse do t'i tregonte ty Allahu ato shumë, do dështonit. Dhe realisht ato ishin 3 fish. Do dështonit edhe do kishit mos përputhje mendimeve mes njëri tjetrit. Pra të ndeshemi apo mos ndeshemi. Edhe po fillojnë mos përputhja mendimeve, ka dështu ushtria, ka ushtarmatos krejt, ka marru, kurqose s'ka unitet. Por Allahu ju shpëtoi. Dhe Allahu është i gjithdijshëm për atë që keni në zemrën, kraharor. Pra e din ndryshimin psikologjik, emocionin e gjithë secilit që ka në zemrë. Pra ja u tregoj juve ato pak. Që ju t'ishit sigurt dhe të merrni guximin dhe t'ishit vendos për të luftuar. Dhe kjo është kushti i parë që mos dështoj betejë. Pra guximi, vendosmëria dhe siguria. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalilan. Dhe kujto gjithashtu kur Allahu ja u tregoi juve ato momentin e përballjes, ja u tregoi ja u paraqiti në sytë e juaj të pakët. Pra që të përputhe ajo që kishte dhënë profetit alayhis salam në ëndër.
përputhet me atë me gjendjen psikologjike në fushë betejë. Sepse njeriu nëse befasohet e humb. Në është një lloj çarmatosje, nëse befasohet, tremet, mund tremet. Prapë Allahu ja tregoi, ja u paraqiti i dhujtarët pa fe, ja u paraqiti edhe në fushë betejë, ja u paraqiti të pakat. Dhe në sytë atyne, juve u paraqiti pak. Pse? Që ato e para punës, se pa shkruajt Allahu që kjo betejë do nalte, ky sukses i besimtarëve do nalte. Gjithë gadishull arabisht mas kësaj dite do t'i quante palë musliman dhe Medinës. Nuk do t'i quante Calas Kamon. Do t'i quante shtet në vete. Që ato mos tërhiqeshin nga fushë betejë, mos trembeshin, thot i Molli Zot, ato në sytë aty në Allahu juve ju paraqiti të pakët, që të kishin guximin të merreshin pjesë në luftë, mos trembeshin. Dhe në moment që të ballafaqoheshin vërtet, nëse do ju dukeshin shumë, do befasoheshin dhe dihet që kur befasohet, njeriu çarmatoset, edhe mund dorëzohet me të parën. Pa më i prehen forcat. E gjitha kjo, si thot i Molli Zot, Lijaqdi Allahu amrun kana mafula, që ta kryej Allahu, ta realizoj një çështje që ishte e kryme, pra vendosme ke i Molli Zot. Pra të ndodhte betejë, ju nga ana psikologjike të ishit guximtar, të vendos, të kishit sigurinë vetvete, duke ju duk ato tjera të pak, do ta merrnin këtë guxim, dhe aty në si fillim të dukeshit pak, të hyshin betejë dhe të befasoheshin, pra të demoralizoheshin, dhe fitoria të ishte në krahun e juj, sikurse në ove. Mësimi kryesor ke ky ajet Kur'an. Pra Allahu deshi që ndryshe nga ishte realiteti në numër dhe përgatitje, këtë dyja ushtrit, deshi që betejat nolte. Dhe këtë dy parët të kishin guxim për të hyrë në betejë. Të ndodhte befasia këtë pafet dhe të demoralizoheshin, edhe të ishte qëndrueshmëria deri në fund ke musliman duke ja u paraqit Allahu palën tjetër të pakët. U kry betejë dhe përfundoi me fitoren e besimtarëve. Beteja Bedrit, beteja më e madhe e Bedrit. Dhe çfarë thotë i Molli Zot? Nëse do ja u paraqiste juve ato Allahu para miq shumë, ka si që thamë, la fashiltum, do dështonit. Pra, do demoralizohesh, do ju preshin forcat. Nuk do kishit guxim për sulm, do të rhiqeshin. Dhe ajo që është më e keqja, do kishit divergjenca mes njëri tjetrit, kundërshtim mes njëri tjetrit. Vazhdojmë luftën apo të rhiqemi. Dhe po pati përçarje, s'ka kur sukses. Këtë dihet. Edhe pse ishte njeriu më i lartë dhe më i afërt i të Mollit Zot pejgamberi alayhis salatu selam aty, nuk do i bëte dobi. Pra gjendja psikologjike, pra tham, imani, besimi i vërtet, gjithmonë besimi i vërtet, besimi që e përshkruan dhe sqaron Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Përgatit nuk mjafton i vetëm për nga njëja drejta dhe vërteta, pra mbartësit e drejtës e të vërtetës, fesë Allahut, besimtarët e vërtetë. Po duhet përgatitja lëndore, dhe qa hynë ke kjo, dhe i kushtohet rëndësia dhe gjendjes psikologjike. Të atyri që marrin pjesë në çdo përballje. Pra edhe kjo pikë besoj është e qartë. Pra, nga kushtet që duhen për plot, duhen për mush që të fitohet nga një e vërteta, pra mbartësit e të vërtetës, fesë Allahut, besimtarët, është besimi duke shfrytzuar çdo aspekt lëndor deri që ndikon përveç tjerave dhe ke gjendja psikologjike e palës besimtarëve. Veprusi i dytë ose kushti i dytë për fitoren e besimtarëve nga dhënimin e të vërtetës dhe të vlerës, kundër antivlerës dhe kundër padrejtësisë të kotës, është taqwa. Pra, fjalë për fjalë i bën droja ndaj Zotit ose frikë respekti ndaj Zotit, kurse në praktik
Që do të thotë me ju bind Allahut me zbatu urdhnat e Zotit dhe me ju shmang ndalesave. Kjo është në praktikë. Që thot Imam Zot lidhe me këtë? Kush për të qenë nga dhimbtarë besimtarët? Thamë besimi, shfrytëzimi çdo taktike, çdo anë nëndore, i atill që të ndikojë edhe kjo gjendje psikologjike e besimtarëve, siç e shpjeguam ato ajetet e Kuranit. Vepruesi i dytë ose kushti i dytë përfitore për sukses është bindja ndaj Zotit. Thot Allahu në Kur'an: "Wa idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yamuddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati munzilin." Dhe kujto kur i thuti besimtarëve, pra profeti alayhi salatu selam i jep përgëzim para betejës besimtarëve, në Bedrit ka ndodhur edhe kjo. Çai i thot besimtarëve me urdhër të Zotit, a nuk ju mjafton juve, pra si ndihmë e Zotit, si mbështetje e Zotit, ose nga Zoti juaj, 3000 engjëj në zbritje, pra 3000 engjëj me urdhër të Zotit zbritën fush betejë të personifikuar pamje ushtarësh në krahun e muslimanëve që ishin pra mbështetje ushtarake me melajke, me engjëj, nga i molli Zot. As ju mjafton juve kjo? Pra si harriq. Edhe kjo është ndikues ke ana psikologjike, mbështetja e Zotit me këtë sebeb, pra me zbritjen e 3000 engjëjve. Edhe tregojnë sahabët, kemi pa që luftoheshin për krah nesh, luftëtar që as i kishin parë përpara betejës, as mas betejës. Pra ishin me lajket, personifikuar pamje njerëzish, musliman. Pastaj çfarë thotë Imam Zot? Bela, patjetër që na mjafton gjithë kjo forcë për Allahut. Gjithë kjo mbështetje për Allahut. Atëherë Allahu shton kushte që të shtojë mbështetjen dhe fuqizimin e muslimanëve. Kushti i parë, in tasbiru, nëse do duroni, pra gjatë përplasjes betejës. Wa tattaqu, dhe të jeni të ruajtur, pra mos bëni gjunofe, mos bëni mëkate gjatë betejës, gjatë luftës. Atë keni meni ke Zoti. Pra qose ju i plotësoni këto dy kushte, wa ya'tikum min fawrihim hadha yumditkum rabbukum bi 5000 min al malaikati musawwimin. Pra qose ju gjatë betejës i plotësoni këto dy kushte, pra durimi deri në fund, që do të thonë qëndrueshmëri, dhroje ndaj Zotit, pra ruajtje nga gjunafet gjatë betejës. Me njëherë do t'ju vinë, ju thot Imam Zot, 5000, jo 3000, po 5000 nga engjëjt, mbështetje, fuqizim ka Imam Zot, 5000 nga engjëjt, jo thjesht engjëj, musawwimin të stërvitur, pra engjëj të veçuar për të Imamit Zot, të krijuar për të Imamit Zot për luftë. Pra ç'a shpjegon kjo? Shpjegon që durimi është gjysma e imanit. Pa e quajmë këtë ke imani, ke besimi. Pa më besimi duhet të ndërtohet gjatë jetës njeriu, gjatë përballjeve me joshjet, me sprovat, me sprovat qoftë për mirë, qoftë për keq. Qoftë që janë dhimbje, qoftë që janë gëzim. Në mënyrë të tillë që njeriu besimtari e ruan veten nga gjunafet, atëherë në raport drejt me këtë, Allah shtohet fuqizimi dhe mbështetja dhe përkraja e Allahut. Në këtë rast e ke përkrajen e Allahut me melajke në trajtën e kujt? Trajtën e luftëtarëve. Allahu krijon sebeb e shkaq kur don me i dhon fitore besimtarit, njeriu, nga ja merr mendjen e robit dhe nga s'ja merr mendjen e robit. Allah është ai që edhe pa shkak fare, ja jep fitore. Po ama me shariat, neve jemi të urdhëruar që të shfrytëzojmë shkaqet për të arritur qëllimet tona të mira, pa fjalë dyshimi.
Pra ky ajet Kurani, ai që ka rëndësi, shtimi, pra arrimi i përfundim, që besimtarët për nga një e vërteta, si mbartës të vërtetës dhe drejtës, që me fjalë është feja Allahut, rruga Allahut, i duhet besimi, shfrytëzimi çdo mjeti lëndor, shoqëru gjatë gjithë përpjekjeve me durim dhe me përkushtim rrugës Zotit, ose me fjalë tjera duke u ruajtur nga gjunafet. Si ruhet nga gjunafet? Duke u bind urdhrave dhe duke më njanu ndalesat. Sa më shumë ta bëjnë këtë besimtarët, aq më shumë i shtohet në Allahut. Unë këtë pikë dhe mbyll sot, që mbas kësaj të vjen një nga kushtet tjera për të dhënë fitore Zoti, është lufta për ta mbrojtë fenë e Allahut, për ta përhap fenë e Allahut, për ta ruajtur dhe për ta përhap fenë e Allahut, është një nga kushtet e sukseseve që edhe fitoreve që jep Allahu në këtë dynjë. Po ajo është temi çik më e gjatë dhe unë do e mbyll këtë pikë, pra thamë, varet fitoria, është e kushtëzuar me fitoria nga dhënimi, mbështetja e Allahut, nga imani, edhe herë, durimi dhe përkushtimi në rrugë Zotit, ose ruajtja nga gjunafet. Këtë pikë të ta mbyll me një porosi para ushtrisë muslimanëve, që i jep prisi besimtarëve Omer ibn Khattabi, ushtrisë muslimane që do nisej për në Irak. Iraku atëherë ishte zjarrpotist, pra adhuronin zjarrin, ishin pa fe. Dhe komandant ishte Saad ibn Abil Waqas, Zoti qoftë i kënaq prej tij. Ishte grumbulluar gjithë ushtria. Me krye komandantin e vet, i emëruar nga Omer ibn Khattabi, prisi besimtarëve. Ligjoni sa fjalë bukur që është kjo, dhe sa shumë gjona sqaron për pyetjen që bëjnë me ignorancë, për shkak të ignorancës muslimanët e sotëm, dhe për shkak të dashakeqësisë, ato që s'e duan fen, kur shohin gjendjen e mirueshme të islamit dhe të muslimanëve sot. Bëhet pra pyetje, pse jemi kështu? Ligjoni këtë porosi që jep Omer ibn Khattabi ushtrisë muslimanëve para se shkojnë në Irak, pra para se të përballen me idhujtarë, me të pa fe. I thot, unë ju urdhëroj ju, unë të urdhëroj ty, thot paret ushtrisë, Saad ibn Abil Waqas, unë të urdhëroj ty dhe të gjithë atyre që janë me ty, për gjithë ushtarëve, bi takwa Allah, me përkushtim, me drojë ndaj Allahut, në çdo lloj gjendje, në çdo lloj rasti, sepse droja ndaj Zotit, ose përkushtimi për hir të Zotit, është armatimi më i mirë, është paraprekatitja më e mirë kundër armikut, para numrit të ushtarëve, para strategjisë, para modernizimit të armatimit, para gjithçkaje. Dhe është kurthi më i fortë në luftë. Pra, është kuptim figurativ. Domthonë, ti je i përkushtuar ndaj Zotit. Ndjesh turp para Zotit, vazhdimisht të ndjesh mbikëqyrjen e Zotit dhe truhesh nga gjunafet. Kjo është kurthi më i fortë që i bëhet armikut. Pra armikut të Allahut, armikut të fesë Allahut. Të urdhëroj ty dhe të gjithë ato që janë bashkë me ty, që të jeni në kulmin e vigjilencës për mos me ranë gjunaf, ose që do në gjunaf, pas mos me kundërshtu Allahun, pra urdhnat e Zotit. Edhe me armiqtë e juaj, pra, edhe pse përballeni me armiqt, po edhe pse janë armiq, pra të zbatoni rregullat e Allahut deri në fund. Sepse thot, gjunafet e një ushtrie, pra gjunafet që mbartin ushtarët e një ushtrie, janë më të frikshëm për ju se sa vetë armiqësia e tyre. Pra,
para se ti friksohesh numrit ushtrisë armike dhe armëve që kanë ato, juve duhet i friksoheni gjunafeve t'juja, sepse kjo ju bën të dobët, kjo ju bën që ta humni betejën. Dhe nuk fitojnë, shiko që fjalët mollë ka thonë, dhe nuk fitojnë muslimant vetë se nga gjunafet që kanë armiqtë e vetë. Pra kundërshtia që kanë armiqtë e vetë ndaj Zotit. Janë kundërshtarë Zotit, janë pa drejt me Zotin, pa drejt me robërit e Zotit, dhe kjo është shkaku që muslimanët fitojnë kundër atyre. Nëse ju do jeni isoj me ato, me gjunafe, atëherë i keni dhënë forca atyre. I keni dhënë forca atyre. Se po mos ishte kjo, pra pastërtia jonë nga gjunafet, dhe zhytja e palës tjetër në gjunahe, armiqve, nuk do na bonte dobi, pra ta keni të qartë që nuk fitoni me numër, as me fort, as me armatim. Pra kjo është e prioriteti ynë, pra ne jemi me ato e pror, ke pastërtia nga gjunafet, për shkak se ato janë gjunofqarë. Dijeni thot që në udhëtimin tuaj, pra, deri kur takoni armikun, keni roje prej Allahut, pra engjëjt me lajket që ju rojnë, i shënojnë gjithçka që bani. Dinë çfarë bani dhe keni turp prej atyre. Pra përveç turpit ndaj Zotit, do të kesh turp edhe prej krijesave të Zotit. Dhe kjo nuk bën dash me imanin, me besimin. Mos veproni kundërshtim me Allahun, pra mos bëni gjunafe. Ndërkohë që jeni në rrugt të Allahut, pra jeni për të përhap fenë e Allahut dhe për ta mbrojtur atë. Dhe mos thoni që armiku jon është shumë i keq se ne, dhe kjo të bëni që të toleroni në veprimet tuaja, duke bërë veprime të këqija edhe vetë. Domthonë duke thonë që ata janë shumë të këqij se ne, ata janë idhujtarë, ata mohojnë Zot, ata adhurojnë zjarrin nën Zotit. S'ka më gjunof më të madh, se sa me mohu Allahun. Ne edhe nëse bëjmë në gjunof, s'ka asaj me ato gjunofin që bëjnë ato, pa drejtësinë që bëjnë ato. Dhe kjo t'ju bëjë që ju të veproni keq. Të veproni keq, pra ta toleroni veten me bo gjunafe. Se non thot që një popull për shkak të gjunafeve që bëjnë, të mposhet nga një popull tjetër, edhe pse janë shumë më të këqij se ata. Dhe çfarë shembulli merr? Merr shembullin e Beni Israilëve, kur një periudhë kohe, persët që ishin zjarrpotisë në atë kohë, Allahu i jep pushtet mbi Beni Israilët. Edhe pse Beni Israilët kishin libër, kishin udhëzim, pra nga profetët, se janë populli që kanë ardhur më shumë ti profet. Si ka ardhur si popull tjetër, numër profetësh sa i ka ardhur Beni Israilëve. Domethënë, si udhëzim dhe si njohuri fetare, Beni Israilët ishin shumë më të mirë, shumë më afër fesë vërtet, se sa ishin me xhusët, pra zjarrpotisët, persët në atë kohë. Megjithatë, Allahu këtë shembull ja jep Umar ibn Khattabi, ushtrisë para se të nisën për udhëtim, për fushim. I dha pushtet kujt? Këtyre që ishin shumë më të këqij se ato. Pse? Sepse ti ke pas profet, ty t'u ka sqaruar rruga e Zotit. Që ty dënimi është edhe më i ashpër, sepse e din vërtetën. Dhe i robnun, i masakruan, i robnun. Ai sa, sepse edhe pse ishin idhujtar me xhusë to persë, kur shkuan, domethënë në tokën e Beni Israilëve që bie Palestina sotme, një nga kishin një historinë se armiku sa do i pa fetjet për hir të ngallënimit asaj makutorisëve, tekave të veta, planeve të veta, e studion palën tjetër. Dhe një nga komandantët atyre i thot
kjo s'o ka fjala Umar ibn Khattabit, këtë e them unë për sjarim. I thot, juve t'ju zesh bes, ju keni vrarë profetët tuaj. Edhe vërtet kanë vrarë profet. Kanë sharru me sharr profet. Kanë gjymtu, kanë ekzekutu profet. Se për të thënë po se po, përveç një pakicë shumë të vogël, besimtarësh nga populli i Bani Israilëve. Pra këtë shembull, pse e thotë Umar ibn Khattabi edhe i herë, mos ju bëju fakti që armiku ju është shumë i keq se ju, realisht ata ishin shumë të këqij, sepse ishin dhujtar, më ishin zot. Që ju të bëni gjunofe. Pra se, si se thamë më parë, forca jonë është pastërtia jonë morale, pastërtia jonë nga gjuna. Dhe i boni pra armiqtë e vetë, edhe pse ishin pra persët zjarradhurus, i boni që të shkelin gjithë tokat. Dhe pra me kuptimin shkelin gjithë tokat, t'ju robnojnë krejt. T'ju pushtojnë dhe t'ju robnojnë. Kërkojeni Allahut, pra luteni Allahut që t'ju ndihmoj, luteni ndihmë, ç'a ndihme? Si sa i mo ka qenë Umar ibn Khattabi. T'ju japi ndihmë për krahje kundra nefsit tuaj, kundra unit tuaj. Nefsi është ai që e boni shejtan, iblisin e boni iblis. Uni, egoizmi. Pra kërkojeni, para se t'i kërkosh ndihmë Allahut, o Zot, në mod kundra armikut tim në fush betej, kërkojeni ndihmë Allahut që të mposh një herë nefsin tuaj, unin, egoizmin tuaj. Kema tas'alunahu nasra ala aduikum, sikur si I kërkoni atij nga ndihmë kundër armikut tuaj në fush betej. Pra kërkojeni një herë të fitoni mbi veten tuaj, ta mposhni çdo lloj teke, çdo lloj rebelimi që I vjen njeriu nga vetja dhe e çon kundërshti ndaj Zotit, e çon pa drejtësi, e çon në ndotje të moralit. Por kërkojeni herë Allahut ndihmë, forcë që të mposhni veten kundra vetes tuaj, sikur si kërkoni atij ndihmë, edhe ai që me kundërshtimin Islam quhet I pa fe. Para armikut gjithë o Zot na ndihmo. Me ata Zot si besojnë, si e konceptojnë, si e përfitojnë, gjithë bëjnë lutje. Gjithë bëjnë lutje. O Zot na ndihmo të fitojmë. O Zot na ruaj na ruaj jetën, në çfarë mund t'japi, ne jep fitore. Kurse kjo e veçanta e Islamit, forcën rradh para kemi ke imani, ke droja ndaj Zotit, rujtja nga gjunafet. Dhe ti kërkojmë pra, dhe I kërkoj Allahut, dhe unë ja kërkoj Allahut këtë gjë për veten time, për që ta mposht unin tim, egon time, sikur se I kërkoj Allahut njëjtën gjë edhe për ju. Mbaroj hutbja ligjërata e prisit besimtarëve, Omar ibn Khattabit, para ushtrisë që do nisej për Irak me komandant Saad ibn Abi Waqqas, Zoti qoftë I kënaqur për ty në krejt. Pra, përsërisim këtë kanon hyjnor, këtë sunnetullah, domthonë sjellja e Allahut që është e pandryshueshme, e pazavendësueshme, e pashmangshme, e patjetërsueshme. Që me qenë se e drejta me të padrejtën, e vërteta me të pavërtetën, do t'jenë këtë dynjë në përballjen luftë vazhdueshme deri në fund. Dhe mbarësit e të drejtës e janë besimtarë, e drejta është rruga e Zotit. Dhe besimtarëve Allahu I ka premtuar fitore. Kjo fitore ka kushte. Kushti I parë është imani, besimi I vërtet. Kushti I dytë është durimi. Kushti I tretë që thamë që shpjeguam tani ishte droja ndaj Zotit, që në praktik do të thotë bindje ndaj urdhrave dhe shmangje, mos rënien në haram, në ndales, veprimin në ndaluarave, ose me fjalë tjera ruajtje nga gjunafet, sepse njeriu kur nuk zbaton urdhrat hyn gjunaf. Po edhe kur bën atë që është ndaluar, hyn gjunaf. Ndryshe siç konceptohet nga fatkeqësisht nga shumë njerëz që quajnë gjunaf vetëm po të bësh atë që quhet haram. Jo, gjunaf bëhet edhe po mos zbatosh urdhrat, për shembull namazi, agjërimi.
Unë nuk vjell, thot, nuk shaj njëri, nuk vras njëri, thot, s'bëj gjunafe, po, nuk po bën 3/4 nga harame. Pa i përmend, pa i përjashtu tjerat. Po bën gjunafe edhe si se nuk don me ditë se çfarë do të shka dhënë Allah. Pra këto janë nga vepruesit ose kushtet përfitoren e premtuame nga Allahu për besimtarët që do nolli herët apo vonë pa fije në dyshime. Elusim Allahun, na mësoj atë që se dim. Na shtoj ditunin. Na japi dobi nga ditunia që na dhuron. Na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi. Na ruaj nga lloj zemre që s'bindet për mallniti. Na ruaj nga nefsi që nuk bindet dhe nuk ngopet. Nga veprat për cilave ai nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu na dhon sukses në rrugën e vet. Mbi të gjitha kundra vetes tonë, unit tonë, egos tonë, për t'ju nështruar siç duhet Allahut, me plot bindje dhe kulmin e kënaqësisë dhe dashurisë për Zotin. Allahu na bashkoft për veprat mira dhe me njerëz të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.